Ja, faktikisht, nën këthishim që nga momenti kër o raportu se kishte shumë terrorist në Minhen. Edhe me njerë, po mbjet ta potencoj edhe ashtu është atë ku dhe mi shkon gjua. Me herë familjarët i kisha në Minhen, konkretisht vllaun. Kam kontaktu me të, i kam shkru për messengerit. Thash, a i ndjeni çka ka ndodhur Minhen? Me që është pak periferit Minhenit, thot jo. Thash atu përdhon me djetë që është një akt terrorist, edhe ka dëvrar, dhe të plagosën. Thash, lutnë, thash, ka i ki familjen përgjithsi, thot, shoqen punë, Dimo Diamantit, ndjerit i kemi thonë Dimo, është te Margareta, thot, ka shku për vizit, te motra, se i ka 2 vajzat vogla, ka qenë shumë i lidhur me to. Thot, thash, mundësisht, më lajmëron për këtë familjen, okej. Mas një kohë, po më shru, thot, për bashkëshortën e shoqen, thot është në punë, në minimarket atu i kanë bloku, s'pilon me dalë se është kas në gjithë qytetin. Margareta thot është me vajzat të një shoqe, po Dimo thot s'po ma speqon as telefonin e vetë personal, po as të banesës të vajzës, dhe më thonë ku ishte mosaferat. Pre atu dhe më thonë ka fillu ankthi. Me thonë drejtën, tash nuk mëno me parë po i ka njëri dhe ndjenja kur diçka të i afërmit ndodhë. Edhe në qëto të mendu, apo lajmëroa gjithë 10 minuta, 15, 20. Nuk më ishin tash me shku me verifiku edhe a gjindet me të vërtet në banesë ajo, se opcioni fundit me ta të në banesë, a është ajo. Se ishte, dhe më thonë, rrethekimi hekur prej forcat shumë të policisë, vendin, lokacioni ku ka ndodhë. Dikon rrethores 12 nëse s'gaboj që atë dikon, thot kanë shku, thot vjerria e motrës Diamantit, kanë shku, kanë deportu të banesa, mirë po djali nuk është ato. Tu kontaktu vlla atje që djali, unë s'kam kur far informacioni, e kam vetëm djal, edhe dikur rreth në ora 12 e diçka, unë 12 e gjys, i kom fik 2 telefonat. Edhe i kom fik, thash, unë nuk po du me një këtë lajm. Thash të pakten, të musha me qu dhe në mëngjes me pushu pak, që kur qona, nëse ka ndodhë, mrekullia është gjallë, mirë. Nëse ka ndodhë kundërta që faktikisht edhe fatkeqësisht dul e vërtet, thash telova pak vetën qetë. Kom qu dikon, s'kom flajt, kushtimisht pa hom jem qu. Qashtu të monofu edhe dikon rrethorës 5:15 mëngjes, i kom hap telefonat, edhe i kom hap me, tash imagjinoni çfarë ankthi, çfarë treme, çfarë stresi mundet me pas njëri kur pret një lajm tillë, edhe kom pa mesazhin nga vlla, thot Baki, mbaju fort se Dima na kanë vrarë. Kjo ka qenë. Mirë. S'mra merë para 2 ore kontaktin që pata me vllain atje, thot tash a i shkru mesazh shoku i ngushtë që ka qenë momentin kur është dhëra Diamanti, ka qenë zbashku me të. Thot, tash ai ka qu mesazh, apo ka shku, ka fol drejt për drejt me të, kemi qenë me Dimon zbashku, kemi hyrë në McDonald's, Dimo ka marrë një shveps, një kola, momentin që kemi dalë prej McDonald'sit, dikun 5-6 metra, thot nga fërsia, thot një qmendur se njëre normal si bën ato, thot kanë shtë edhe personin e parë që ka rok Dimon, thot edhe unë ku ma rrit me ikë. Dhe më thonë, shoku ma jafër që ka qenë të ecë paralel me të, ka fshtu Dimo. Dhe më thonë, është viktim në mesin e 10 tjera që janë, ku fatkeqësisht s'kum pas mundësi me këshyrë, po thonë që i kem dikun edhe 2-3 tjerë, nuk është veç djali jonë, edhe 3 shqiptarë nëse s'ka bojt Kosovës, 3-4 tash. Mesazhi im i fundit, s'po di qa me thonë, vetëm dhash Zoti që askund në rrugën toksor mos përsëritet një ngjarje e tillë, edhe të jetë viktime e fundit. Diamanti, të them të drejtën, ka qenë një angel, një njeri shumë gazmor, një njeri që ka dashur vendin e vet, një njeri që në fëmijëri, derisa ka kry shkollën e mesme, vllai jam kur ka nis pe pushime, a ditë që u lshu, çantën e ka lënë në shtëpi, vllai jam ka qenë i detyruar me dhëz automatin e munis për Kosovë. Nuk kam mujt vllai jam u nal një ditë 2 në për Kroaci, me thon hajt të pushojmë, se rrugë e gjatë prej Diamantit që ka unë du me ardh në Kosovë. Ka nejt këtu, ka pas shoqëni rreth, edhe pse s'ka lind këtu, gjithë moshatarët e tij e din kush është Diamanti, gjithë farefisi jonë e din kush është Diamanti, kush është baba i Diamantit, që çdo të mirë çka unë e kam, materiale kam prej tinej, që rall kush bën për vlla. Po ja që njerëzit e mirë po i sfidoj ka Zoti.